Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 11. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka blokuar produktin ushqimor për foshnja Bebe Suprem pre 800 gramsh. Kjo agjenci ka marrë njoftimin nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i Shqipërisë se në Republikën e Kosovës është eksportuar produkti ushqimor për foshnja me data skadimi. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njofton se në bashkëpunim me kompaninë përkatëse është bërë blokimi menjëhershëm i këtij produkti dhe se shpejti do të fillojë procesi i asgjësimit në përputhje me legjislacionin në fuqi, thuhet në njoftimin e agjencisë. Ndërkohë, dy organizata të shoqërisë civile, Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist dhe Organizata Përpjekja, kanë paralajmëruar protestë kundër rritjes së mundshme të çmimit të energjisë elektrike, duke cilësuar këtë proces të padrejtë dhe të dëmshëm për qytetarët e Kosovës. Protesta do të mbahet sot nga ora 13 para ndërtesës së KEC-it, ndërkaq që marshimi do të përfundojë para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës. Në reagimin e tyre publik, organizatat theksojnë se që nga viti 2022 qytetarët janë përballur me rritje të vazhdueshme të faturave të rrymës, të cilat sipas tyre janë aprovuar nga zyra e rregullatorit për energji në favor të kompanisë KEC dhe në dëm të interesit publik. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është pritur në një takim nga presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe Al Nahyan, me të cilin ka zhvilluar diskutime për thellimin e partneritetit ndërmjet dy vendeve. Presidentja Osmani e ka falenderuar homologun e saj për leadershipin dhe për mbështetjen e vazhdueshme të Emirateve për Kosovën, që nga periudhat më të vështira deri më sot. Ajo ka theksuar se për gjatë viteve është ndërtuar një epokë e re e bashkëpunimit, duke përfshirë liberalizimin e vizave dhe kontributet e rëndësishme të Emirateve në fusha konkrete të zhvillimit, njofton zyra për informim me presidencës. Në anën tjetër, kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka zhvilluar një takim në Washington në zyrën për çështjet e Evropës Jugore dhe Qendrore të Departamentit të Shtetit të SHBA-s. Ai u prit nga zëvendësdrejtori për çështjet e Evropës Perëndimore dhe Qendrore, si dhe nga përfaqësues të zyrës për politika ndërkombëtare. Rama bëri të ditur se gjatë takimit u rikonfirmuan marrëdhëniet e fuqishme ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës me theks të veçantë në Prishtinë. Nga ana e tij, zëvendës drejtori DBV-s rikonfirmoi përkushtimin e SHBA-s për të mbështetur rritjen ekonomike të Kosovës, duke garantuar mbrojtjen e investimeve amerikane. Kuvendi Komunal i Prishtinës sot përmes një seance të jashtëzakonshme dhe me një pikë të vetme të rendit të ditës, do të hedhë në votim propozim vendimin për miratimin e buxhetit për vitin 2026, i cili pritet që të jetë 151 milion euro. Derisa Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon që buxheti për kryeqytetin të mbështetet nga të gjitha subjektet tjera, pasi sipas tyre në këtë buxhet janë të përpara investime kapitale në fusha të ndryshme, lëvizja vetëvendosje thotë se janë duke trajtuar draft buxhetin dhe se ende nuk kanë ndonjë qëndrim rreth kësaj teme. Sipas Institutit GAP, në rast se ky propozim vendim nuk kalon brenda afateve ligjore, Kuvendi Komunal mund të shkojë edhe në zgjedhje. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, në panelin mbi inovacionin bankar dhe financiar në kuadër të konferencës Ditët e biznesit francez, prezantoi zhvillimet kryesore në ekonomi, reformat ndërmarra nga BCK-ja si dhe stabilitetin financiar. Ai theksoi se sektori bankar i Kosovës mbetet ndër më të qëndrueshmit në rajon, i mbështetur nga nivelet e larta të kapitalizmit dhe likuiditetit, si dhe nga një nivel i ulët i kredive jo performuese, duke luajtur një rol kyç në mbështetjen e aktivitetit ekonomik dhe zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Një 76 vjeçar ka vdekur pasi është goditur nga një vetur të ejtën në mbrëmje në rrugën Ulqini në Mitrovic. Policia e Kosovës ka njoftuar se si pasojë e aksidentit, këmësori ka pësuar lëndime të rënda trupore dhe është dërguar për tretman mjekësor në SHSKUK dhe më vonë autoritetet spitalore ka njoftuar se viktima ka vdekur.
Policia e Kosovës ka arrestuar një person në Deçan, i cili mesditën e djeshme dyshohet se tentoi ta privonte nga jeta baban e tij. Kjo është bërë e ditur nga zëdhënësi i prokurorisë themelore në Pej Shkodra-Nikçi. Ai tha se i dyshuari është ndaluar për 48 orë me urdhër të prokurorit. Sipas Nikçit, viktima është goditur më së patë dhe është trajtuar në spital, por tashmë gjendet jashtë rrezikut për jetë. Vazhdojmë me informacionet e tjera të ditës. Kompania rajonale ujësjellësit Prishtina ka njoftuar se për shkak të një rrjedhje në një gyp të ujësjellësit në qytetin e Podujevës do të ketë ndërprerje të ujit. Theksohet se ndërprerje të përkohshme të furnizimit me ujë të pishëm do të ketë në rrugën Skënderbeu e 28 nëntori si dhe rrugën e Xhamisë. Ujësjellësi bën të ditur se furnizimi me ujë do të rikthehet menjëherë pas përfundimit të sanimit të rrjedhës. Sonte nis avantura dimrore e vitit Lojrat Olimpike dimrore Milano Cortina 2026. Kosova përfarsohet me 2 skitar alpik, Kiana Kryeziu dhe Drin Kokaj, të cilët do të bartin flamurin e Kosovës. RTK do të transmetoj ekskluzivisht ceremonin hapse dhe garat me mbi 125 orë transmetim nga sonte deri më 22 shkurt, duke sjell çdo emocion të këtij edicioni historik. Detaje sjell kronika në vazhdim. Sonte nis aventura më e madhe dimrore e sportit, Lojrat Olimpike dimrore Milano Cortina 2026. Radio Televizioni i Kosovës do të transmetoj ekskluzivisht këtë event për territorin e vendit, duke ofruar mbi 125 orë ngjarje olimpike direkt nga Milano Cortina dhe vendet përreth ku zhvillohen aktivitetet. Kosova përfaqësohet për herë të tretë në Lojrat Olimpike dimrore, këtë herë me 2 skitar alpik, Kiana Kryeziu dhe Drin Kokaj. Kryeziu do të garojë në 3 disiplina, super slalom të madh dhe slalom, ndërsa Kokaj debuton në slalom. Ata do të bartin flamurin e Kosovës gjatë ceremonisë hapse, derisa përzgjedhësi Agim Popovci, trajneri Kianës Viser Kryeziu dhe shefi i misionit Jeton Rudari do të jenë mbështetje sportistëve gjatë gjithë lojrave. Ceremonia hapse do të zhvillohet në San Siro Stadium në Milano dhe është konceptuar rreth temës Armonia, ku do të bashkojë muzikën, artin dhe kulturën italiane me performanca të jashtëzakonshme. Mes artistëve të konfirmuar janë Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini dhe pianisti Lang Lang, duke ofruar një mix unik pop dhe klasike për të hapur këtë edicion historik të Lojrave Olimpike dimrore. Në Milano Cortina 2026 marrin pjesë rreth 2800 sportistë nga 92 shtete pjesëmarrëse në 116 evente të 8 sporteve dhe 16 disiplinave. Garat zhvillohen në një hapësirë të shpërndarë mbi 22.000 km2, duke përfshirë Milano, Cortina, Livigno, Bormio dhe Val di Fiemme, një sfidë e madhe për organizatorët dhe sportistët. Për Kosovën, pjesëmarrja e Kryeziut dhe Kokajt shënon një kapitull të ri në historinë olimpike të vendit, ndërsa Shqipëria merr pjesë për herë të parë me 4 skitarë të disiplinave alpike, duke shënuar një hap historik. RTK do të sjellë çdo emocion nga gara, nga 6 deri më 22 shkurt. Ceremonia hapse transmetohet sonte nga ora 20. Zyrtarë të lartë amerikan dhe iranian pritet të takohen në Oman për bisedime të drejtpërdrejta në orët në vijim mes një krize që ka ngritur frikën në një përballje ushtarake midis dy vendeve. Diskutimet vijnë pas një grumbëllimi ushtarak në lindjen e mesme në përgjigje të shtypjes së dhunshme të protestave antiqeveritare në të gjithë vendin muajin e kaluar nga Irani, të cilat sipas grupeve të drejtave të njerëzit vranë mijëra njerëz. Të dy vendet mbetën shumë larg në qëndrimet e tyre. Shpresa është që nëse kanë sukses diskutimet, të mund të çojnë në një kornizë për negociata. SHBA, të cilat po kërkojnë që Irani të ngri programin e tij bërthamor dhe të heqë dorë nga rezervat e tij të uraniumit të pasuruar, kishin thënë se bisedimet duhet përfshin edhe raketat balistike të Iranit, mbështetjen e vendit për grupet e armatosura rajonale dhe trajtimin e qytetarëve të tij. Megjithatë, Irani ka thënë se diskutimet do të kufizohen në programin e tij bërthamor dhe nuk është e qartë nëse këto dallime janë zgjidhur.
Në javët e fundit, presidenti Donald Trump ka kërcënuar të bombardojë Iranin nëse nuk arrin një marrëveshje. SBA ka dërguar mijëra trupa dhe atë që Trump ka përshkruar si një armadë në rajon, duke përfshirë një aeroplan mbajtëse së bashku me anije të tjera luftarake, si dhe aeroplan luftarak. Irani është zëtuar të përgjigjet një sulmi me forcë duke kërcënuar të godas asetet ushtarake amerikane në lindjen e mesme dhe Izrael. Delegacioni iranian do të udhëhiqet nga ministri i jashtëm Abbas Arghachi, ndërsa SBA do të përfaqësohen nga i dërguari special Steve Witkoff dhe dhëndri Trump Jared Kushner. Ky do të jetë takimi i parë që përfshin zyrtar amerikan dhe iranian që nga lufta midis Izraelit dhe Iranit qershorin e kaluar kur SBA bombarduan 3 objekte kryesore bërthamore të Iranit. Irani thotë se aktiviteti i tij pasurimit të uraniumit u ndal pas sulmeve. Kriza aktuale ka rikthyer në diskutime çështjen e programit bërthamor të Iranit, i cili ka qenë në qendër të një mosmarrëveshje të gjatë me Perëndimin. Do që të lajmet e orës 11, faleminderit për vëmendjen tuaj, mirupafshim.